A ke vërejtur ndonjëherë se si disa gra pa marrë parasysh moshën e tyre kanë një tërheqje të jashtëzakonshme? Nuk janë domosdoshmërisht më të rejat apo më të bukurat sipas standardeve klasike, por ato kanë diçka brenda vetes, diçka që i bën burrat t'i shikojnë, të kërkojnë afërsinë e tyre dhe t'i ndjekin me këmbëngulje. Kjo nuk është rastësi, as fat është rezultat i disa sjelljeve që ato i kanë përsosur me kalimin e kohës. Sjellje që i bëjnë pa mundim të parezistueshme, sepse joshja e vërtet nuk mbështetet vetëm në pamjen e jashtme. Tërheqja më e thellë nuk qëndron në grim apo në veshje të shtrenjta. Ajo qëndron në energjinë që transmetohet, në mënyrën si paraqitesh, në vetbesimin që rrezaton. Në këtë video do të tregoj 6 sjellje që e bëjnë një grua absolutisht magjepsëse. Nëse i përshtat këto, të premtoj se do ta ndjesh ndryshimin. Do të vëresh se si ndryshon mënyra se si burrat të perceptojnë, se si të kërkojnë më shpesh dhe se si, pa e kuptuar vetë, tërheq vëmendjen në një mënyrë që nuk e ke përjetuar më parë. Qëndro deri në fund, sepse sjellja e 6 është më e fuqishmja nga të gjitha. Shumica e grave e injorojnë plotësisht, por nëse ti e aplikon, gjithçka ndryshon. Çfarë e bën një grua vërtet magjepsëse? Shumë njerëz besojnë se tërheqja bazohet vetëm në rininë dhe bukurinë e jashtme, por realiteti është krejt ndryshe. Një grua e pjekur mund të jetë shumë më magjepsëse se sa një e re, sepse ajo ka diçka që shumica e të rejave ende nuk e kanë zhvilluar vetbesimin. Ajo nuk dyshon në vlerën e saj, nuk ka nevojë për konfirmim të vazhdueshëm dhe e di saktësisht kush është. Ky vetbesim është magnetik. Përvoja e saj emocionale dhe sociale e ka çuar në për shumë situata të jetës, ndaj ajo e di çfarë do dhe çfarë nuk pranon dhe pikërisht kjo e bën më të zgjedhur dhe më pak të varur. Ajo rrezaton një aurë rafinimi dhe misteri nuk i tregon të gjitha menjëherë. Ajo di si të mbajë gjallë interesin dhe e përdor kurreshtjen në favorin e saj. Dhe pikërisht këtu qëndron çelësi, burrat nuk tërhiqen vetëm nga pamja e jashtme. Ajo që i tërheq vërtet është energjia që një grua transmeton. Mendo pak pse disa gra edhe pse nuk janë as më të rejat e as më të bukurat i tërheqin të gjitha shikimet, sepse ato rrezatojnë diçka më të thellë, një prani imponuese, një mënyrë lëvizjeje dhe shprehjeje që magjeps. Kur një grua zotëron këtë art, burrat vështirë se mund t'i rezistojnë tërheqjes së saj. Vetë praninë e saj ushtron një ndikim të fortë. Ajo nuk ka nevojë të kërkojë vëmendje, energjia e saj e bën këtë për të. Dhe pjesa më e mirë, nuk ka të bëjë me fatin apo gjenetikën. Është rezultat i sjelljeve të caktuara që çdo grua mund t'i mësojë dhe t'i përdorë. Tani që e kupton se çfarë force mund të zhvillosh, le të shohim sjelljen e parë që do t'i bëj burrat të shohin me sy të rinj, dhe të premtoj se që sot do ta ndjesh ndryshimin. Sjellja numër 1: vetbesimi perceptohet para se dikush të shohë grimin tënd. A e dije që njerëzit e perceptojnë vetbesimin tënd para se të vërejnë flokët, rrobat apo grimin? Asgjë nuk është më tërheqëse se sa një grua që beson në veten e saj. Kjo vërehet në mënyrën se si ecën, flet dhe shprehet. Një grua me vetbesim nuk ka nevojë për konfirmim, ajo e rrezaton atë në mënyrë të natyrshme. Ajo nuk kërkon leje për të dalluar, ajo thjesht e bën. Mendoje këtë, imagjino se po hyn në një dhomë dhe sheh 2 gra. Njëra është shumë tërheqëse nga pamja, por qëndrimi i saj është i përkulur, shmang kontaktin me sy dhe duket e pasigurt. Tjetra ndoshta nuk përputhet me idealin klasik të bukurisë, por ecën me vendosmëri, mban kokën lart dhe syt i ndriçojnë nga vetbesimi. Cilën mendon se do të vërejnë më shumë? Vetbesimi është si një magnet dhe pjesa më e mirë është që nuk ke pse të lindësh me të, mund ta zhvillosh dhe ta përdorësh në dobi tënde. Shkenca e konfirmon këtë. Një studim nga Universiteti Webster tregoi se njerëzit me vetbesim të lartë perceptohen si më tërheqës, edhe nëse nuk përputhen me standardet klasike të bukurisë. Pse? Sepse siguria jep një mesazh të qartë: unë kam vlerë, e di çfarë dua dhe nuk kam nevojë për miratim nga të tjerët. Burrat e ndjejnë këtë energji dhe pikërisht ajo energji i tërheq në mënyrë të parezistueshme.
Si mund ta integrosh këtë në jetën tënde të përditshme? Ec drejt dhe mbaj kokën lart. Qëndrimi yt tregon gjithçka nëse qëndron e përkulur apo shikon nga toka, transmeton pasiguri. Por nëse ecën me vendosmëri, rrezaton autoritet dhe vetbesim. Foli qetë dhe pa ngull. Gratë me vetbesim nuk kanë nevojë të justifikohen apo të flasin me nxitim vetëm për të mbushur heshtjen. Zëri i tyre është i qetë, i qartë dhe i qëllimshëm. Mos ki frikë të zësh hapësirë me praninë tënde, qoftë në një takim, në rrugë apo në një bisedë. Bëhu e dukshme pa kërkuar leje. Mbaje mend mënyra si i paraqitesh universit përcakton mënyrën si universi të percepton ty. Dhe tani të shikojmë sjelljen tjetër, sepse kjo do ta forcojë karizmën tënde magnetike në një mënyrë që pak gra e njohin. Sjellja numër 2. Një grua që nuk kapet pas të tjerëve, kontrollon ndërveprimin. Dëshira rritet në pasiguri. A e ke vërejtur se burrat shpesh tregojnë më shumë interes sapo ti nuk je më gjithmonë e disponueshme? Kjo nuk është rastësi, kjo është psikologji e pastër. Një grua magjepse nuk ka nevojë të lutet për vëmendje. Ajo nuk është e padurueshme dhe nuk varet nga miratimi i burrave. Ajo e di që vlera e saj nuk varet nga fakti nëse dikush i përgjigjet menjëherë apo jo. Gratë më magjepse nuk janë ato që ndjekin, janë ato që ndiqen. Pse funksionon ky parim? Njerëzit e vlerësojnë më shumë atë që e perceptojnë si të vështirë për t'u arritur. Nëse një burr ka ndjesinë se të ka fituar me siguri, interesi i tij bie. Një shembull real: mendo për një situatë ku një burr filloi të tregojë më shumë interes, pikërisht në momentin kur ti ishe më pak e disponueshme. Pa pritur, ai të shkruante më shpesh, kërkonte afërsinë tënde dhe i kushtonte vëmendje detajeve që më parë i kishte anashkaluar. Pse? Sepse gjërat e sigurta dhe të garantuara e humbin shkëlqimin e tyre, ndërsa pasiguria e forcon dëshirën. Burrat e duan sfidën, misterin, ndjesinë se duhet të përpiqen për të fituar vëmendjen tënde. Dhe këtu qëndron sekreti: kur një grua nuk kapet pas një burri, ajo kontrollon dinamikën e ndërveprimit. Si mund ta zbatosh këtë në përditshmëri? Mos u bë gjithmonë e disponueshme. Nëse një burr ndjen se mund të ketë kurdo që do, ai humb interesin. Jepi hapësirë që të kërkoj, të pyes veten se çfarë po bën dhe kohë për të investuar në ty. Vazhdo jetën tënde. Mos e përcakto ditën tënde sipas faktit nëse ai të ka shkruar apo jo. Ndiq projektet dhe pasionet e tua, bëj gjëra që të sjellin gëzim. Mëso të shijosh kohën me veten. Një grua që është rehat me vetmin, rrezaton pavarësi dhe pikërisht kjo energji është joshse në mënyrë të parezistueshme. Mbaje mend, të lëshosh nuk do të thotë të jesh e ftohtë apo e painteresuar. Do të thotë që e vlerëson veten mjaftueshëm për të mos kërkuar lëmosh për vëmendje dhe pikërisht kjo të bën të parezistueshme. Në sjelljen e radhës do të zbulosh një tjetër çelës vendimtar që gratë më magjepse e përdorin me lehtësi. Sjellja numër 3. Një stil që pasqyron forcën tënde personale. Pamja e jashtme ka padyshim një rol, por jo ashtu si shumica mendojnë. Shumë gra besojnë se duhet të ndjekin tendencat më të fundit, të veshin rroba të shtrenjta apo të përputhen me idealet e bukurisë për të qenë magjepse. Por kjo nuk mund të jetë më larg së vërtetës. Ajo që të bën vërtet të dallosh nuk është ajo çfarë vesh, por si e vesh. Një grua me stil të mirë definuar rrezaton vetbesim dhe fuqi personale. Ajo nuk ndjek verbërisht modën afat shkurtër, por zgjedh me kujdes ato gjëra që e bëjnë të duket autentike dhe e fortë. Pamja e saj lë përshtypje, sepse pamja e jashtme është një zgjatim i energjisë së saj të brendshme. Ndikimi i stilit në aurën personale. Mendo për një moment. Kur hyn në një dhomë dhe sheh një grua që ecën me elegancë, është veshur me stil dhe ka një stil unik, automatikisht tërheq vëmendjen. Një shembull i vërtet: një studim i publikuar në revistën Psychology Today tregoi se njerëzit e perceptojnë dikë si tërheqës jo kryesisht për pamjen fizike, por për mënyrën se si prezantohet dhe sigurinë që rrezaton. Një grua me stil të vetin mund të tërheqë më shumë vëmendje se sa dikush me tipare perfekte, por pa vetbesim.
Nuk ka të bëj me ngjashmërinë me të tjerët, ka të bëj me theksimin e asaj që të bën unike. Si mund të zhvillosh një stil që të bën të paharrueshme? Vish rroba që theksojnë tiparet e tua më të mira. Jo gjithçka i shkon të gjithëve. Zbulo cilat prerje, materiale dhe stile i përshtaten më mirë formës së trupit tënd dhe theksojnë esencën tënde. Shembull, nëse ke forma, fustanet e prerjes në bel mund t'i theksojnë ato në mënyrë elegante. Nëse je e gjatë dhe e hollë, prerjet rrjedhëse mund të krijojnë harmoni në siluetën tënde. Ngjyrat luajnë rol vendimtar. Çdo ngjyrë bart një energji të veçantë dhe mund të nxjerrë në pa anë të ndryshme të personalitetit tënd. E kuqja pasion dhe fuqi ideale kur dëshiron të jesh në qendër të vëmendjes. E zeza mister dhe rafinim gjithmonë elegante dhe e përjetshme. E bardha pastërti dhe qetësi rrezaton paqe dhe besim. E kaltër e errët marine, inteligjencë dhe autoritet e përshtatshme për të shprehur cilësitë udhëheqëse. Ngjyrat e tokës, afërsi dhe ngrohtësi krijojnë besim dhe simpati. Flokët dhe grimi që theksojnë esencën tënde, nuk ke nevojë për shumë grim apo modele flokësh të ndërlikuara për të qenë tërheqëse. Çelësi është të theksosh bukurinë tënde natyrale. Këshilla. Buzët e kuqe për një dozë të menjëhershme sensualiteti. Lëkurë e ndritshme dhe e kujdesur në vend të shtresave të rënda grimi. Një prerje flokësh që kornizon bukur fytyrën tënde. Një parfum i dallueshëm që të bën të paharrueshme. Ndjenja e nuhatjes është drejt për drejt e lidhur me kujtimet dhe emocionet. Një aromë karakteristike mund të bëjë që dikush të kujtojë, edhe kur ti nuk je e pranishme. Këshill, gjej një aromë që pasqyron esencën tënde, qofshin nota lulesh, druri, të ëmbla apo të freskëta. Më e rëndësishmja është që sa herë ta ndjesh, të ndihesh e fuqizuar. Mbaje mend, nuk ka të bëjë me bukurinë klasike, por me atë që rrezaton. Një grua që zotëron stilin e saj, ndjehet e fuqishme dhe pikërisht kjo energji e bën magjepsëse. Sjellja numër 4, një energji femërore që magnetizon. Energjia femërore është thelbësore për tërheqjen, por para se ta keq kuptojmë, të sqarojmë një gjë: energjia femërore nuk ka të bëjë me dobësi, nënshtrim apo varësi. Përkundrazi, është aftësia për të ndikuar pa imponuar, për të pranuar pa kërkuar, për të tërhequr pa ndjekur. Është besimi se ajo që dëshiron do të vijë tek ti pa pasur nevojë ta detyrosh. Është aftësia për të frymëzuar pa humbur thelbin në tend. Është ajo magjia që i bën burrat të afrohen pa pasur nevojë t'i lutesh. Shumë gra bien në kurthin e besimit se për të qenë tërheqëse, duhet të marrin rol mashkullor, të kontrollojnë gjithçka dhe të marrin gjithmonë iniciativën. Kjo është një keqkuptim i madh. Kur gjithmonë je ti ajo që ndërmerr hapin e parë, atij nuk i mbetet asgjë për të fituar. Kur ja imponon pranim tënde, nuk mbetet hapësirë për kurreshti dhe mister. Kur ushtron shumë kontroll, e mbyt karizmën tënde natyrale. Por nëse mëson ta balancosh energjinë tënde femërore, krijon një prani elegante, tërheqëse dhe thellësisht magjepsëse. Sekreti i grave që magjepsin pa mundim ka gra që, pa marrë parasysh moshën, sa herë hyjnë në një dhomë, menjëherë tërheqin vëmendjen e burrave. Ato nuk kanë nevojë të vishen provokueshëm. Nuk janë të fiksuara pas përsosmërisë. Nuk konkurrojnë me gra të tjera. Shembull real: një studim nga University of California tregoi se burrat e perceptojnë gratë që shprehen në mënyrë të qetë, të relaksuar dhe me gjuhë trupi të hapur si dukshëm më tërheqëse. Pse? Sepse ato rrezatojnë vetbesim dhe feminitet në mënyrë të natyrshme. Dhe këtu qëndron ndryshimi i madh mes tërheqjes së sforcuar dhe asaj të natyrshme. Si mund ta përdorësh energjinë femërore në favorin tënd? Së pari, lejoje atë të marrë iniciativën. Gratë që planifikojnë gjithçka vetë, ua heqin burrave mundësinë për të treguar përpjekje. Kjo nuk do të thotë që duhet të jesh pasive, por që t'i japësh atij mundësinë të tregojë interes. Shembull, nëse ai propozon një takim, mos e planifiko gjithçka menjëherë. Thjesht pyete me kurreshti çfarë kishe menduar. Jepi mundësinë të marrë drejtimin. Nëse është i interesuar, do të bëj përpjekje.
Së dyti mëso të shijosh momentin. Shumë gra prishin lidhje të mundshme sepse humbasin në mendime për të ardhmen, a do të më shkruaj nesër, a është serioz, çfarë nëse nuk më shkruan. Këto shqetësime krijojnë presion dhe burrat e ndjejnë këtë. Një grua magnetike jeton në këtu dhe tani pa pritshmëri dhe pa presion. Nëse ai shkruan, bukur. Nëse jo, edhe kjo është në rregull. Energjia e saj nuk varet nga askush tjetër. Së treti përdor një komunikim të butë dhe të qetë. Toni dhe mënyra si flet janë mjete të fuqishme joshjeje. Foli më ngadalë dhe me qëllim. Shto pauza për të krijuar tension dhe kureshti. Shmang tonet e ashpra apo fjalët e tepërta. Shembull në një bisedë, në vend që të përgjigjesh me nxitim apo të justifikohesh shumë, lër hapësirë për heshtje. Pauzat krijojnë mister dhe fokus. Tërheqja e vërtet qëndron jo vetëm në atë që thua, por më shumë në si e thua. Përfundim, energjia femërore është art jo strategji. Nëse mëson të relaksohesh, të pranosh në vend që të ndjekësh dhe të rrezatosh një prani magnetike pa e detyruar asgjë, burrat do të ndjejnë dëshirën natyrore për të afruar. Dhe më e bukura, kur ta zotërosh këtë sjellje, ti vendos kujt i adhuron energjinë tënde dhe kujt jo. Sjellja numër 5, mjeshtëria e bisedës. Një grua magjepse e kupton se një bisedë është shumë më tepër se vetëm fjalë. Nuk ka të bëjë me të folurit pa ndalesë apo me përpjekjen për të impresionuar. Ka të bëjë me krijimin e një lidhjeje që zgjon kureshtje, interes dhe tërheqje. Si ja del ajo? Duke folur më pak, por duke thënë më shumë. Duke përdorur fuqinë e heshtjes për të thelluar lidhjen. Duke krijuar në çdo ndërveprim një aurë misteri dhe thellësie. Shumë gra bëjnë gabimin që të mbushin çdo heshtje me fjalë të panevojshme, të flasin gjatë vetëm për veten apo të përpiqen të mbajnë vëmendjen me tregime të gjata. Por joshja funksionon ndryshe. Sekreti i grave që magjepsin me zërin e tyre. Shembull real, studime psikologjike kanë treguar se 80% e tërheqjes bazohet në komunikimin jo verbal. Kjo do të thotë si e thua diçka është shumë më e rëndësishme se çfarë thua. Gratë më magjepse nuk janë ato që flasin më shumë, por ato që dinë si të krijojnë tension, mister dhe kureshtin në bisedë. Si mund të arrish këtë? Çelësat për të folur si një grua magjepse. Së pari përdor kontaktin me sy në mënyrë të vetëdijshme. Sytë e tu mund të shprehin më shumë se 1000 fjalë. Mos e shmang shikimin, mbaje për disa sekonda, pastaj largoje ngadalë. Luaj me intensitetin, shikoje, buzëqesh lehtë dhe më pas largoje vështrimin me butësi. Këto gjeste të vogla krijojnë menjëherë tërheqje. Së dyti, mos e zbulo menjëherë gjithçka për veten. Misteri është pjesë thelbësore e joshjes. Shumë gra ndihen të detyruara të tregojnë të gjithë historinë e tyre në një bisedë, një gabim. Në vend të kësaj, jep përgjigje të shkurtra që nxisin kureshti. Përdor shprehje si kjo është një histori interesante, por do ta tregoj një herë tjetër. Mos nguro të lësh informacione për biseda të ardhshme. Shpeshherë, ajo që lë pa thënë ka më shumë fuqi se ajo që thua. Së treti, bëj pyetje interesante. Bisedat më të mira nuk janë ato që përqendrohen tek ti, por tek tjetri. Në vend që të flasësh vazhdimisht për veten ose të japësh përgjigje të shkurtra, bëj pyetje që e nxisin të mendoj, si p.s. Po të mund të jetoje në një epokë historike të zgjedhur, cilën do të zgjidhje? Çfarë do të bëje nëse do ta dije se nuk do të dështosh? Cilat janë 3 fjalë që të përshkruajnë më mirë? Pyetje të tilla krijojnë lidhje emocionale më të thella. Së katërti, luaj me tonin e zërit dhe me pauzat. Toni yt mund ta shndërrojë një fjali të thjeshtë në diçka joshse ose ta bëjë të parëndësishme. Foli ngadalë dhe qetë. Përdor një zë të butë, por të vendosur. Bëj pauza të vogla përpara se të përgjigjesh për të krijuar tension. Shembull, në vend që të thuash thjesht sa interesante, ndalu për një moment dhe thuaj ngadalë hmm. Interesante, para se të vazhdosh. Ritmi dhe intonacioni mund ta bëjnë edhe një fjali të zakonshme të duket magjepse.
Përfundim, një grua që zotëron artin e bisedës nuk përpiqet të impresionoj, ajo synon të krijojë një lidhje. Ajo përdor kontaktin me sy me vetdije, luan me pauzat, bën pyetje me mend dhe ruan gjithmonë një aurë misteri. Mbaje mend, nuk ka rëndësi sa flet, por si flet. Sjellja numër 6, pavarësia është afrodiziaku më i fortë. Një grua që ka jetën e saj është magnetike, misterioze dhe e paharrueshme. Gabimi më i madh që bëjnë shumë gra është ndërtimi i të gjithë jetës rreth një lidhjeje. Por tërheqja e vërtet lind kur ti tashmë je e plotësuar vetë, kur ke një jetë që të entuziazmon dhe një qëllim që të shtyn përpara. Pse? Sepse një burr nuk dëshiron të jetë qendra e universit tënd, ai dëshiron të bëhet pjesë e një universi që është tashmë i mrekullueshëm. Gratë e pavarura janë magjepsëse. Ato nuk kërkojnë një burr që t'i plotësojë dhe nuk presin mesazhe apo konfirmime gjatë gjithë kohës. Ato kanë ëndrat, hobet dhe një jetë interesante me apo pa partner. Shembull real, gratë më tërheqëse nuk janë ato që përpiqen me çdo kusht t'u pëlqejnë të tjerëve. Janë ato që jetojnë një jetë aq interesante, sa të tjerët dëshirojnë të jenë pjesë e saj. Burrat adhurojnë gratë e pavarura, sepse ato rrezatojnë vetbesim, plotësi dhe forcë. Si mund ta integrosh këtë sjellje në jetën tënde? Së pari, ki një qëllim personal që shkon përtej lidhjeve. Jeta jote nuk duhet të sillet rreth një personi tjetër. Gjej një pasion, një projekt apo një synim personal. Përcakto çfarë dëshiron të arrish dhe puno për të. Mos ia lër lumturinë tënde askujt tjetër. Kur ke një qëllim dhe një drejtim, energjia jote ndryshon, ti rrezaton siguri dhe entuziazëm. Së dyti, rrethoje veten me njerëz që rrisin energjinë tënde. Personat me të cilët kalon më shumë kohë ndikojnë në vetbesimin dhe aurën tënde. Shmang miqësitë toksike që sjellin vetëm drama dhe negativitet. Kërko gra frymëzuese që të motivojnë të rritesh. Ndërto një rreth shoqëror që të mbështet, jo që të mbyll. Kur je e rrethuar me energji të lartë, edhe karizma jote rritet në mënyrë të natyrshme. Së treti, qëndroj gjithmonë në zhvillim personal. Një grua që vazhdon të zhvillohet është gjithmonë interesante. Mëso diçka të re çdo ditë, lexo, udhëto, ndiq kurse, eksploro fusha të ndryshme të jetës. Mos ndalo kurrë investuari në veten tënde. Zhvillimi personal të bën më tërheqëse sepse të bën më interesante dhe më të sigurt në vetvete. Përfundim, jeta jote personale është burimi yt më i fuqishëm i tërheqjes. Nuk të duhet një burr që të shpëtojë. Nuk pret dikë që të plotësojë. Lumturia jote nuk varet nga një lidhje. Ti je tashmë e plotë dhe pikërisht kjo energji të bën të parezistueshme. Sjellja e radhës do të zbulojë një tjetër sekret të grave magjepsëse. Tërheqja e vërtet nuk varet nga mosha, por nga energjia që rrezaton. Nëse ke lexuar deri këtu, tashmë e kupton, bukuria më e fuqishme nuk qëndron në pamjen e jashtme, por në vetbesimin, pavarësinë dhe energjinë që rrezaton. Burrat nuk mbajnë mend gruan fizikisht më perfekte, ata mbajnë mend atë që i bëri të ndihen të veçantë, atë që dallohej nga të tjerat, atë që rrezatonte një esencë unike. Kur të fillosh të integrosh këto 6 sjellje në jetën tënde, do të vëresh diçka të jashtëzakonshme. Burrat do të perceptojnë në një mënyrë krejtësisht të re. Do të ndjesh më shumë vetbesim dhe do të rrezatosh një energji magnetike, e cila nuk do të tërheqë vetëm dashuri, por mundësi të reja në çdo fushë të jetës tënde. Sepse tërheqja nuk është çështje fati, ajo është rezultat i sjelljeve të tua. Tani dua të dëgjoj mendimin tënd. Cilën nga këto sjellje tashmë e zotëron dhe cilën dëshiron ta përmirësosh më tej? Ndaje përgjigjen tënde në komente, mezi pres ta lexoj.